Ky zotnia që është tu me këtë shqiponjën në qafë, ky zotniu pre keblën, është ky fytyra tjetër që quhet Altin Gonxha, një hajdut. Ka thënë që kam bërë universitetin doktoratën në Bruxelles, në Belgjikë, që ky është një hajdut. Ti idhem në kjo zonja, fatkeqësisht nuk e ka shkruar këta, kanë harruar. Kjo zonja del në demonstret para kryeministres, e thot unë jam përkëthyse e të gjitha tyre që vinë në Shqipëri për të marrë toka dhe pasuri. Ah, moj zonjë! Por nuk mirën pasurit e shqiptarë me ke dalë aty e veshur edhe pipilosur. Kurse shqiptarët s'kan buktar, kurse ti me 2-3 ora, edhe ora jote bën $20,000, ku jetet i parat. Arben Kola, urdhovi që ta priste ky, keblën. E është kapur me satelit, është kapur si urdhon të ky me i magafon, po pati fatin e madhë. Se u larguan si lamashët, kur unë arrita. Ky Arben Kola, mbrëm të dashur shqiptarë, gati për të marrë mashinë për të shkuar nga Skënderbeu. Doli dhe tha, i shgori tërë, mbrëm, tha, ka hyrë disa, tha, që kërkojnë pashaporta, e magjinovi. Filluan po godiqin në demonstratë, se duan të prishën demonstratët, këta njerës që ishë dëshinë. Me ratë, do them. Ky zotnia foli, amani mos u rrini, mos na i prish demonstratën. E tha fjallën për të prish demonstratën. Kanë ardhur njerëz ta kërkojnë emrat e pashaportave, e mashtrovi. Si para një jave dashur shqiptar, ky, së bashku me të tjerë, ky Arben Kola që ka veshur, i vetmi njeri ka këtë formë që t'i njeh nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama. Që t'i njeh ky person të dashur bashkëdhetar, urdhovi këta e nga 7-8 me fanella të bardha, me bluza si i quani ju, me shqiponjën për para, zotnia ka në qafë shqiponjën dhe kryqin në mes. Ira Kurti, një agente greke, një agente sërbe, bashkëpunëtore Sali Berishës, edhe Edi Ramës. Kjo zonjë, policia i ka. Kjo zonjë, kur desh të prishni teatrin, që i binte policave me gur, e kaprën polica. Kjo persone i binte. Kjo ka erdhur sepse e përzuri Kanadaja. Unë e njoh personalisht këtë fytyrë. Dhe kjo bërtiste, po kur ka vajtë runësisht e me, kjo fytyrë, vete në Vlorë, breth me biciklet, gjoja u bën intervist njerëzve, zem bërtet. Kjo zonjë, babe kësaj, antari komiteti qendror. Rami Salia, çdo vit që vinte gjoja për dëshmorët, vinte në shtëpi e kësaj. Ka qenë basketbolliste. Kjo, merr para nga çdo njeri. Dhe thot, edhe unë jam bashkë me këta. E lej të mos ta shikoni fytyrat e këtyre.